Mida ishte një mbret me një pasuri të madhe që sundonte në azinë e vogël. Ai kishte gjithçka që një mbret mund të dëshironte. Jetonte në një kështjellë të madhe dhe ndante jetën e tij të begat me vajzën e tij të bukur. Mida mendonte se lumturia e tij më e madhe buronte nga ari. Babëzia e tij ishte e tillë që kalonte ditët e tij duke numëruar monedhat e tij prej ari. Her pas here, mbulonte trupin e tij me objekte floriri, sikur të donte të lahej në to. Mania e tij ishte paraja. Një ditë, Dionisi, perëndia e verës dhe e festave, kaloi nga mbretëria e Midës. Një nga shokët e tij, i quajtur Silenus, po vonohej dhe u lodh gjatë rrugës. Kështu Silenus vendosi të bënte një pushim te kopshtet e famshme me trëndafila të mbretit Mida. Aty u gjet nga mbreti, i cili e njohu me një herë dhe e ftoi që të kalonte disa ditë tek pallati i tij. Pas kësaj, Mida e shoqëroi tek Dionisi. Perëndia e Hares, shumë falendërues ndaj Midës për mirësinë e tij, i premtoi që t'i plotësonte çdo dëshirë të tij. Pasi u mendua, Mida tha: "Uroj që çdo gjë e prekur nga unë të kthehet në ar." Dionisi e paralajmëroi mbretin të mendonte mirë mbi dëshirën e tij, por Mida ishte i bindur. Dionisi nuk mund të bëjë asgjë tjetër dhe i premtoi mbretit që nga ajo ditë, çdo gjë e prekur nga ai do të kthehej në ar. Ditën e nesërme, Mida u zgjua jetur për të parë nëse dëshira e tij do të realizohej vërtet. Zgjati dorën për të prekur një tavolinë të vogël që direkt u kthye në ar. Mida kërceu nga lumturia. Më pas preku një karrige, tapetin, derën, vaskën e banjës, tavolinën dhe kështu vazhdoi të vraponte me çmendurinë e tij në të gjithë pallatin, derisa përfundoi i lodhur dhe i lumtur në të njëjtën kohë. Ulte tavolina për të ngrënë mëngjesin dhe mori një trëndafil midis duarve të tij për të nuhatur aromën. Kur e preku, trëndafili u kthye në ar. Do duhet të nuhas aromën pa i prekur trëndafilat, mendoi i zgënjur. Pa u menduar, mori të hante një kokë rrushi, por që gjithashtu u kthye në ar. E njëjta gjë ndodhi me bukën dhe gotën e ujit. Papritmas filloi të ndjente frikë. Lotët mbuluan fytyrën e tij momentin kur vajza e tij e dashur hyri në dhomë dhe pasi Mida e përqafoi, ajo u kthye në një statuj prej ari. I dëshpëruar dhe i frikësuar, ngriti krahët dhe ju lut Dionisit që të hiqte mallkimin prej tij. Perëndia dëgjoi Midën dhe ndjeu keqardhje për të. I tha Midës të shkonte te lumi Paktolus dhe të lante duart e tij, dhe ai ashtu veproi. Vrapoi për te lumi dhe u habit duke parë arin që rrithte nga duart e tij. Kur u kthye në shtëpi, çdo gjë e prekur nga Mida ishte kthyer në gjendje normale përsëri. Mida përqafoi vajzën e tij i lumtur dhe vendosi të ndajë pasurinë me popullin e tij. Që nga ai moment, Mida u bë një njeri më i mirë, bujar dhe mirënjohës për të gjitha të mirat në jetën e tij. Populli i tij jetoi një jetë të begatë dhe kur ai vdiq, të gjithë qanë për mbretin e dashur. Historia e mbretit Mida është një mit mbi tragjedinë e korporacisë dhe rrëfen çfarë ndodh kur nuk dallohet lumturia e vërtetë. Mida ishte një burr që dëshiroi që çdo gjë e prekur nga ai të kthehej në ar. Gjithsesi, nuk ishte menduar që dëshira e tij nuk ishte një bekim, por një mallkim. Lakmia e tij na fton të reflektojmë dhe të kuptojmë pasojat që mund të na shtyjnë të bëhemi sklever të vetë dëshirave tona.